Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju kudo që jeni. Mirë se takohemi edhe sot, në këtë ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit, në këtë ditë të bukur, të këndshme, në këtë ditë që Zoti na beqatoi edhe me një mundësi që të vazhdojmë tutje. Na e dha edhe një shans që të fitojmë më tepër, përmirësojmë, dhe kjo është begati ndaj Zotit xhallahu ala që duhet të falendëruar. Çdo ditë që Allahu ta mundson të tash, është një shans e shtuar nga Zoti i gjithësisë ta bësh atë që është dashur ta bësh më herët. Të shtosh punë të mira, të fitosh nga shpëlimet, nga falet e Allahu xhallahu ala kështu më radh. Prandaj çdo ditë e re e jetës tonë është me të vërtetë një begati e shtuar e Allahut ndaj neve, që kërkon falënderim, mirënjohje dhe vetëdijsim e shfrytëzim. Ta njohim Allahun e madhnuar. Është emisioni jonë që jemi duke trajtuar së bashku me juve, ku jemi duke trajtuar emrat e bukur të Allahu xhallahu ala. Këto emra që na mësojnë kush është Zoti jon. Këto emra që na flasin kush është Allahu jon. Çka është Zoti? Në kë ne kemi besuar realisht. Andaj, edhe sot do ta mësojmë një nga emrat e bukur të Allahu xhallahu ala. Emri i radhës është emri i Allahut Es-Subuh. Es-Subuh. Me këtë emër e luste i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam e luste Allah xhallahu ala. E përmendëm më të shpesh. Madje edhe në namaz, ku në ruku thonte Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war-Ruh. Subuh e emërtonte me këtë emër, o Zoti Subuh. Çka do të thotë Subuh? Kuptimi i këtij emri shikoj ndëruar vjen nga rënja një fjale që kuptimet e saj janë të ndalidhura me pastërtinë, me kullueshmërinë, me largimin e tmetave, mangësive e kështu me radhë. Prandaj edhe në raport me Allahun xhallahu ala, ky emër çfarë kuptimi ka? Ka kuptimin se Allahu është ai që nuk ka tmeta. Është i pastër nga çdo emet. Allahu xhallahu ala është i lartësuar dhe i madhruar, është lartë dhe larg nga çdo emet. Tani kur e përmendim Allahun me këtë emër, e madhrojmë Allahun xhallahu ala, madhrimi që nuk kupton pastrimin e tij nga çdo emet. S'ka as në tmet. As nuk ka tmeta në qenien e tij, në vetën e tij, as në emrat e tij nuk ka as tmet, as në cilësitë e tij nuk ka as tmet. As në fjalët e tij nuk ka as tmet, as në veprat e tij nuk ka as tmet, as në caktimet e tij nuk ka as tmet, të gjitha janë të përkryer. Këtë na obligon këtë emri Allahut Es-Subuh. Allah është i këtill. Prandaj duhet ta besojmë se të këtill, përndryshe do të jetë besimi i mangë dhe problematik. Madje mund të rënohet besimi nëse besojmë ose kemi hamendje sa thua vallë, a është Zoti xhallahu ala i përkryer apo ka tmetër? Nuk ka tmetër. Dhe çfarë Allahu thot në Kur'an? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk është i ngjashëm, nuk është sikur saj asgjë, askush nuk është sikur saj. Ai është i posaçëm i vetëm. Çdo gjë pos Allahut ka tmeta. Çdo gjë pos Allahut ka mangësi. Çdo gjë pos Allahut ka njolla, çdo gjë pos ti. Përveç Allahut, ai është Subuh. Ai është i vetmi që është i pastër nga çdo emet. E duhet Allahun ta besojmë. Andaj ky është Allahu xhallahu ala. Ky është Zoti i gjithësisë. Ndërsa në raport me ne shikues ndëruar, çfarë mund të themi? Çfarë mund të themi për emrin e Subuh? Themi se nëse e njohim emrin, nëse ne e njohim Allahun me emrin e Subuh, ai që është i pastër. Çfarë o mërmani është dobija e parë? Mendoj se tash me keni mësuar. Dashuria ndaj Allahu xhallahu ala. E si mos me dash, shikoj ndër, tregomni, si mos me dash dikë që është kaq i përkryer. S'ka tmeta.
plot, i përkryer. S'ka mangësi tek Allahu xhallahu, ka të shikojsh, e gjen përkryen, e gjen perfeksionimin, e gjen plotësinë. S'ka të mangëta. Nuk ka të mangëta në krijimtarinë e tij, e lënë me tek Zoti xhallahu xhallahu. Pra kjo na shton dashurin dhe Allahu xhallahu e para dhe na shton kë bindjen se ja kemi qëlluar në kë kemi besuar. Kjo na shton edhe e fuqizon deklarimin tonë dhe konfirmimin tonë se Allahu është i vetëm që meriton të adhurohet, jo të tërkush. Çdo kush pasojë i mangët. Si të adhurohet dikush që nuk din? Si të adhurohet dikush që nuk dëgjon? Si të adhurohet dikush që nuk sheh? Ndërsa dëgjon dhe sheh, po e ka shumë të kufizuar. Allahu sheh çdo gjë. Allahu dëgjon çdo gjë. Allahu din çdo gjë. Allahu është i përkryer në çdo gjë. Prandaj konfirmimi jonë se ai është i vetmi që meriton të adhurohet, fuqizohet edhe më shumë. Bëhet edhe më i qëndrueshëm në emrin e Allahut as-Subbuh. Andaj na shto dashuria, bindja, fuqizohet konfirmimi e kështu me radhë. E dyta, shikuar të nderuar që e marrim nga kjo është se nëse Allahu është i patmeta, nëse Allahu xhallahu ala është i pa mangësi, është i plot, atëherë edhe ajo që vjen nga ai është e tillë. Nuk ka mundësi ai të jetë i përkryer dhe i plot, nëse ajo që vjen nga Zoti të jetë me tmeta, është e pamundshme. Prandaj, çka na vjen nga Allahu xhallahu ala? Caktimet e tij. Atë që Allah e ka caktuar, ka dobinte, ka hajrte. Prandaj, o i sprovuar, me ndonjë sprovë caktuar, bëhu i bindur se në qoftë se sillesh si duhet, në qoftë se sillesh me edukatën e kërkuar për ballë kësaj sprove, do të bindesh se ka qenë e hajër. Do të bindesh se ka qenë në dobinë tënde. Do të bindesh se përmes kësaj sprove ke arrit gjëra të caktuara që nuk ke pas mundësi me arrit pas provës. Bindu se nuk ka tmeta në caktimin e Allahut. Ka tmeta në kuptimin tonë të caktimit të Allahut, jo në caktimin të Allahut. Ne mund ta kuptojmë gabimisht, ne mund ta lexojmë gabimisht caktimin e Allahut xhallahu ala, dhe pastaj të mendojmë se ka tmeta. E meta vjen përmes neve, jo përmes caktimit të Allahut xhallahu ala. Nuk vjen nga asnjë met, madje nuk vjen nga asnjë keqe. I dërguari Alson vazhdimisht bën dua thonte: "Wa sharru laysa ilayk." O Allah i mënduar, nuk vije e keqja kur për ti, nuk vije dëmi kur për ti, ti për kryer, ti i pasër nga kjo, ti i larë nga kjo pretendim i ndoku që nuk të nje, e që thot, na dëmtoj Zoti. Si komë si Allah me dëmtu, nërsa e tër e mirë është në dorën e ti, nërsa e keqja nuk është e kaj, nuk boran, nuk vije për ti e keqja. E po të këshia që janë pekuqen, të këshia që janë në mes njerëzve, njerëz i kanë shkaktuar. Është e vërtet se ndodh me lejen e Allahut, padyshim, por ai ka lejuar të ndodh kjo me urtësinë e tij, por shkaktari i kësaj janë njerëzit. Allahu xhallahu ala e krijoi Ademin alayhis dhe i dha udhëzimin, ndërsa një nga djemtë e tij u ngrit për shkak të egos, për shkak të epshit, për shkak të inatit dhe u rrit e vrau vllahun e tij. Dhe kështu shkaktua vrasja e parë, kush e bëri? Nuk e bën këtë vrasje mësimet e Allahut, por e bëri njeriu ignorant. Pra nuk mund të jetë kurrë, shikoj feja e Allahut, mësime që vijnë nga Allahu xhallahu ala, krahas caktime që përmend, caktimi i Allahut tam është hajër. Na duhet të lexojmë dobishëm. Dhe gjithashtu nga kjo kuptojmë se edhe feja e Allahut, Kurani që vjen nga Zoti, i dërguari nga Zoti, s'kan tmeta. Janë të përkryera. Nëse ndodh ndonjë e keqe, ndonjë dëm të vije në emër të fesë Allahut, dini se shkaktor është njeriu. Shkaktor ai besimtar ignorant që nuk e ka njohur fenë Allahu xhallahu ala, por nuk ka mundësi asnjëherë nga feja e Allahut të vije dëmi, të vije e keqja, të vije prapambetja, të vije ngarkesa për një, nuk është e mundshme, nga sa ai është i përkryer, ai është i plot, ai nuk ka tmeta. Andaj edhe feja e tij është e tillë. Allahu thot: "Ma farratna fil kitabi min shay." Nuk kemi lënë asgjë mungun librin ton. S'ka mungun. Prandaj është i përkryer. Nuk ka kundërthënie, nuk ka kundërshtime. Allahu na zbriti fen që ta ndërtojmë paqen, që të jetojmë jetë të lumtur, që të kemi raporte të mira me Zotin dhe të kemi raporte të mira me vetë. Për këtë Allah zbriti Kur'anin. E pse ne nuk e njohim këtë Kur'an? Pse ne nuk e njohim biografinë e Muhamedit alayhi salatu wasallam? Pse ne nuk e njohim këtë besim?
Dhe si pasojë kësaj mosnjohje shkaktuan probleme caktuara. Kjo është faji jonë. Duhet pendohemi tek Zoti xhallahu ala për atë që kemi shkaktuar gabimisht në emrin të fesë së Zotit. Por gjithmonë ta mbajmë të pastër fenë Allah. Nuk është Islami kështu. Nëse ka dikush faj për diçka, nëse ka dikush faj, se nganjëherë mund të na vëshet faj pa pas faj, kjo diçka tjetër. Po nëse kemi faj realisht, ne jemi fajtorët, për shkak se kemi kuptuar vetë fenë Allah xhallahu ala. Sa ka argumente në Islam që na mëson Allah pajtohuni. Nëse ne mbetemi të ndarë, kush është fajtor për këtë ndarje mes neve? Nuk është feja Allahut, ajo është e pastër. Faja është tek ne, se nuk e kemi kuptuar drejt fenë Allah xhallahu ala. Ose kemi përzir këtë fejë edhe me teket tona, me inatet tona e kështu me radhë. Prandaj ta pastrojmë kuptimin e fesë. Andaj, sikur që është feja Allahut e pastër, ta pastrojmë edhe kuptimin e fesë tonë, të cilën e kemi njollosur me lloj-lloj bestytnish ndoshta, risirë të ndryshme. E kemi njollosur me lloj tekesh, zakonesh që bien ndesh me fenë e Zotit xhallahu ala. Dhe pastaj kjo njollosje nuk pa e shfaq bukurinë, nuk pa e shfaq kullueshmërinë e kësaj feje. Prandaj ti kthehemi burimeve të pastër të kësaj feje. Dhe në kuadër të kësaj qëllësie ta kuptojmë dhe do të shohim se është e patmeta. E pastaj edhe ne do të plotësohemi, edhe ne do të shkojmë ka përkryrje njerëzore, për shkak se udhëzimet dhe mësimet e kemi tek kësaj natyre. Ne kur Allahun e madhnojmë, i themi subuh, themi subhanallah. Një nga shprehjet më të dashur tek Allah është subhanallah. Në bazë të emrit të subuh e përmendim Allahun xhallahu ala, e lutim atë. Ne kur themi subhanallah, ne themi se Allah është i pastër nga çdo mëdhë. Për këtë arsye është kundëruar nga lutjet e preferuara është të themi subhanallahi wa bihamdihi. I pastër është Allah nga çdo mëdhë dhe atij takon falënderimi. A thua vallë, pse ka bashkuar i dërguari sa mes subhanallah edhe mes elhamdulillah? Madje me lajke thanë kështu. I thanë, u nahnu nusabbihu bihamdika. Dhe ne ty të madhrojmë duke të falëndëruar. Madje Allahu xhallahu ala i cilësoi me lajke duke thënë, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ato thonë, subhanallah, e madhrojnë Allahu xhallahu ala, e lartësojnë Allahun dhe e pastrojnë nga çdo mëdhë, nga sa është i pastër. Dhe në bazë të kësaj e falënderojnë. E që i bie se njerëzit Allahun e falënderojnë zakonisht në bazë të dhënjes, në bazë të begatisë. Ndërsa ne duhet edhe për këtë Allahun ta falënderojmë. Është vërtet në bazë të begatisë dhe shumë ka begati që Allah e ka dhënë. Por çka? Falënderimin ndaj Allahut, veçanërisht fjalë elhamdulillah, të jetë e motivuar dhe nga emri e Allahut subuh, që do të thotë, o Allah, je i falëndëruar nga se je përkryer. Të falenderoj për këtë përkryer që e ke, të falenderoj për këtë lartësi që e ke, të falenderoj për këtë plotësim që e ke, të falenderoj për gjitha këto o Zoti i Madhnuar, nga se ti je i përkryer. Për këtë të falenderoj. Dhe sa bukur tingëllon pasaj falënderimi i cili vije dhe buron nga emri i Allahut subuh. Dhe përfunduat të them që nëse e kemi kuptuar të emri i Allahut subuh, se Allah është i pastër nga çdo mëdhë dhe çdo njoll. Jemi njerëz, kemi njolla, kemi të meta, kemi mangësi, jemi njerëz. Por çfarë do të kuptoj kjo? Emri i Allahut subuh duhet na motivon, duhet na stimulon që vazhdimisht të punojmë që të meta që kemi t'i largojmë, mangësi që kemi t'i plotësojmë. Sa kemi mundësi brenda mundësive njerëzore që ta plotësojmë veten tonë me dije, që ta përmirësojmë veten tonë në fjalët tona, në veprat tona, nga se Zoti ynë është i pastër, Zoti ynë është i plot, andaj ne duhet të mundojmë që në kuadër të mundësive njerëzore, jo atyre hyjnore, s'kemi ashtu mundësi, por në kuadër të mundësive njerëzore, me të vërtetë të mundojmë që veprat tona, dijet tona, punët tona, fjalët tona, gjitha këto të jenë të përkryera aq sa është e mundshme brenda mundësive njerëzore. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe Allahu xhallahu na mundëson që të kemi të pastra qëllimet tona, fisnike qëllimet tona, të pastërta fjalët tona, të pastërta veprat tona, të pastërta kuptimet tona, nga se Allahu është i pastër dhe ai është i lartë dhe i ngritur. Në takimin e ardhshëm, Zoti xhallahu ala ju ruaj dhe ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullah.